Presidenti Amerikan Donald Trump ka pezulluar skemën e lotarisë së kartës së gjelbër në SBA pas të shtonave në Universitetin Brown të dielën e javës së kaluar, ku humbën jetën 2 persona. I dyshuari, një portugez I cili u gjeti vdekur, hyri në vend përmes programit të vizave të emigrantit të lotarisë së diversitetit në vitin 2017 dhe përfitoi kartën e gjelbër. Sekretarja e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem tha se ka pezulluar skemën e vizave në drejtimin e Trump për të siguruar që asnjë amerikan të mos dëmtohet nga ky program katastrofik. Zyrtarët amerikanë thanë se besojnë se I dyshuari, 48 vjeçari Claudio Neves Valente, vrau gjithashtu profesorin portugez të Institutit të Teknologjisë në Massachusetts, Nuno Luriero, më parë këtë javë. Programi ofron deri në 50.000 viza çdo vit përmes një procesi përzgjedhjeje tepër të rastësishme midis hyrjeve nga vendet me shkallë të ulët emigracioni në SBA. Duke shkruar në media sociale, Noem tha se Trump më parë kishte luftuar për të dhënë fund skemës që nga viti 2017, pasi 8 persona u vranë në një sulm me kamion në New York City. Shtetasi uzbek Saifullo Saipov, një mbështetës I Shtetit Islamik, I cili povuan dënime të shumta me burgim të përjetshëm për sulmin, hyri në SBA përmes skemës DV1, sipas Noem. Komentet e saj vijnë vetëm disa orë pasi Neves Valente u gjendi vdekur në një depo në Salem, New Hampshire, nga ajo që policia beson se është vetvrasje. Policia tha se provat video dhe informacionet nga publiku I çuan hetuesit në një vend me qira makinash, ku gjetën emrin e të dyshuarit dhe e përputhën atë me personin e tyre të interesit pas një kërkimi 6 ditor në shumë shtete. Ai u gjeti vdekur me një çantë dhe 2 armë zjarri. Provat në një makinë aty pranë përputheshin me vendin e të shtënave në Universitetin Brown në Providence, sipas prokurorit të përgjithshëm të Rhode Island, Peter Neroina. Lotaria amerikane në Shqipëri është aplikuar masivisht ndër vite, nëpërmjet saj shumë shqiptar ndodhen sot në SBA, ku kanë ndërtuar jetën e tyre. Megjithatë, këtë vit procedurat për të nuk u aktivizuan zyrtarisht, duke lënë me pikpyetje shumë aplikant potencial që DV Lottery e shohin si një mundësi për të vijuar jetën e tyre në SBA. Deri më sot nuk ka patur një njoftim apo shpjegim zyrtar në lidhje me këtë.